Manastiri gjatë Durkendit ishte një koqiri shumë mysafirëve. Kush erdhi për argëtim, kush për të bërë pazar, kush për të shëtitur në rrugën e gjerë. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në agjend kishte manastirin, nga ku kërkoi mbështetje për referendumin e 30 shtatorit. Kryetari Ali Ahmeti erdhi madje gjysmë ore para takimit, pothuajse në përgatitje i zurin i koqirët. Dhe derisa ishin duke u kryer përgatitjet e fundit, lideri priste në një kënd me kafe. Qytetarët erdhën në kohë. Besoni se referendumi ka me kalu, referendumi 30? Po, pa tjetër. Ka me kalu bashkë me gjithë shqiptar, Macedon, pa marrë parasysh. Kudo që janë në Macedon. Ahmeti në sallë u prit me duar trohiqe, ndërsa një qytetar i dhuroi një libër. Nuk arritëm të vërejmë se cilën. Nga foltori Ahmeti tha se ka kontakte me partit opozitare maqedonase dhe se në pyetjen e tij se cila është alternativa për Maqedoninë, ata nuk ishin përgjigje. Jashtë aleancës, jashtë Bashkimit Evropian, sigurisht që historinë e kthejmë pas. Dhe unë me këtë rast dhe doja të uroj për një iniciativë të përbashkët në shqiptarëve dhe maqedonasve, që jemi bashkuar për një qëllim të përbashkët në këtë referendum. Të pranishmit në tribun i pyetëm nëse dhe cilët porosi janë të pranueshme nga politikanët. A thua manastiri dhe manastirasit si ftimi me Greqinë e kuptuan porosin. Manastirasit man kuptuan ku janë, i bindi manastirasit se ku janë, ku duhet të shkojnë, cilët rrugë duhet të kalojnë dhe ku të arrinë. Me 30 shtator, do të dilni... Unë të dalë, me gjithësosh që fluturem bi shtëpinë time bile. Edhe bëj një apel të gjithë qytetarëve që të dalin masovikisht në referendum, sepse me të vërtet referendumi do na sjellë një ardhmëri më të mirë. Me votën tonë, medaljen tonë në këtë referendum, neve e hapim dritën përveç tonë generatave tona dhe generatave që ka vinë në të ardhme. Edhe për skaj asaj që tribuna ishte në gjuhën shqipe, në sallë kishte edhe Maqedonas, të cilëve nuk ju desh përkthim për ta kuptuar porosin për Maqedoni stabile dhe jo të izoluar. Svakako da kesiz na 30 septembri se glasa za da se podrži zato što nema druga alternativa osim влезот во НАТО и Европската унија заради безбедност, стабилност и просперитет на земјата. Për një orë jo të plota, mbaroi tribuna e Bashkimit Demokratik për Integrim në qytetin që është 16 kilometra nga kufiri me Greqinë, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Skenografia filloi të mblidhej për destinacionin e ardhshëm.